mbështetje kaq të madhe për lidhjen demokratike të Kosovës, vetëm parti shtetformuese, vetëm parti që e mbron Kosovën, themelet e saj dhe aleancat e saj. Faleminderit shumë. Më lejoni që ta përshëndes dhe ta falenderoj për këtë organizim kryetarin e jashtëzakonshëm të Degës së 4, Besjanin, i cili përveç se është një kryetar i mirë, po i shpartallon edhe në debate ata që nuk kanë punu e as nuk do të punojnë në të ardhmen. Ta falenderoj kryetarin e jashtëzakonshëm të Prishtinës për parimin, për gjithë mbështetjen që po na jap në këtë rrugtim. E mbi të gjitha ta falenderoj Lumirin, kryeministrin e ardhshëm që bëri të mundur këtë bashkim dhe po e bën të mundur rrugtimin drejt fitores të lidhjes demokratike të Kosovës. Ju e dini, po ju shoh juve atje lart, që një pjesë të madhe të rrugtimit tim politik e kam bërë pikërisht këtu në Degën e 4 të lidhjes demokratike të Kosovës. Ka qenë deri veçantë për gjatë shumë viteve që të punojmë bashk. Për shumë mandate unë jam prezantuar pikërisht sikur kandidatët sonte që po i shihni në Degën e 4. Gjithmonë kemi pas suksesi dhe jam e bindur që edhe me kandidatët që po i shohim sonte, Dega e 4 mund të jetë ndoshta ndër degët më triumfuese me suksesin e kandidatëve të vetë për deputet dhe deputetëve të ardhshëm të kuvendit. Por mbi të gjitha, unë dua që edhe një herë ta përsëris thirrjen që e bën edhe kryetari i LDK-s, edhe kryetari i Prishtinës. Prishtinës më në fund i duhet një qeveri e cila zhbllokon projekte, e cila e mbështet Prishtinën dhe e cila e sheh Prishtinën si motor të zhvillimit ekonomik të gjithë Republikës së Kosovës, e jo një qeveri e cila thjesht për inate dhe asgjë tjetër bllokon çdo projekt që është në interes të qytetarëve të Kosovës. Dhe jam e bindur që kjo mbi të gjitha është në interes të rinisë së Prishtinës. Rinia e Prishtinës është rinia më e mirë në botë dhe këtë ju them me bindje të plotë, veçense e kam vizitu gati se çdo vend të botës. Nuk ka rini me potencial më të jashtëzakonshëm se sa rinia e Republikës së Kosovës. Por ky potencial për momentin është i bllokuar për shkak të mungesës të investimeve, për shkak të mungesës perspektivës dhe për shkak të mungesës së shpresës. Sot trinj ton po e shohin shpëtimin në Mërgim, po e shohin shpëtimin në aeroport, sa më larg Kosovës, sepse as nuk kanë perspektivë të garantuar në punësim, as nuk kanë perspektivë të garantuar në specializim, as në praktik e as nuk e shohin mënyrën e realizimit të ëndrave të tyre këtu. Prandaj kjo duhet të ndryshojë drastikisht. Duhet të investojmë në kapitalin tonë njerëzor, se kjo është pasuria më e madhe që e ka Prishtina dhe e gjithë Kosova. Dhe mënyra e vetme është nëpërmjet programit të jashtëzakonshëm që e ka prezantuar LDK-ja, duke e bërë arsimin prioritet kombëtar, duke e bërë shëndetësinë prioritet kombëtar, duke bërë investimet më të mëdha që i ka njohur historia e Republikës së Kosovës në këto 27 vite. Dhe kur keni një program të tillë para vetës, kur keni kandidat të tillë para vetës, kur keni një kryeministër të tillë para vetës, nuk ka zgjidhje tjetër pos numrit 113 dhe lidhjes demokratike të Kosovës, cilën jam e bindur. Kësaj radhe është pikërisht Prishtina e cila do ta shpije drejt fitores. Dhe në fund, për mua ka qenë nderi më i madh i jetës që të jem presidentja juaj për gjatë 5 viteve të kaluara. Dhe për gjatë këtyre 5 viteve, për mua ka qenë vetëm një udhërrëfyes. Dhe ajo ka qenë amaneti i presidentit Rugova. Shtet i fort brenda, aleancë me Amerikën dhe me Evropën jashtë. Dhe ju betohem këtu në Prishtinë, në Dardani, pikërisht si që ndërtoj ai flamurin
Dardan e ideoj atë si simbol të identitetit ton dhe pikrisht këtu në Dardani. E keni besën time që nuk do të lejojmë asnjëherë askush t'i shkatroj themelet që u ndërtuan me aq shumë sakrificë e me aq shumë vizion nga presidenti Rugova. Do t'i ruajmë këto aleanca si sytë e ballit, do t'a bëjmë Kosovën shtet antar në NATO, aty ku e kemi vendin, dhe do t'a ruajmë aleancën strategjike të përhershme me Amerikën, ashtu si që ka hije popullit tonë mirënjohës, ashtu si që ka hije shqiptarëve kudo që jetojnë. Faleminderit shumë për përkrahjen, e ftoj kryetarin e LDK-s, kryetarin e Degës dhe kryetarin e Prishtinës të më bashkohen në skenë që të ftojmë deputetët e ardhshëm të Kuvendit Kosovës. Okay. Po fillojmë prej fundit, ashtu si na janë prezentuar në letër. Me numër 60, Visar Zani. Me numër 54, Sami Saliho. Me numër Po i ftojmë në tingujt e fishek zjarëve me numër 23 Ermal Sadiku, me numër 14 Besjan Mustafa, me numër 12 Hykmete Bajrami, me numër 28 Arben Gashi, me numër 34 Bardhyl Hasan Papaj, me numër 49 Festim Kabashi dhe me numër 4